Mirë se vini në kanalin ton, mos harroni të bëni subscribe dhe të klikoni si përzieles për të marrë njoftimet më të reja. Faleminderit! Ja pse duhet të konsumoni me patjetër arra natën e vitit të ri, arsyeja do ju befasoj. Arrat janë një simbol i jetës dhe i mbarësisë. Në besimet e lashta simbolizonin mençurinë dhe lumturinë. Në shumë vende të botës, arrat dhurohen në mbrëmjen e vitit të ri me dëshirën e mirë për një fillim të ri dhe më të mbar. Arrat rekomandohen të përfshihen në gatimet e fundvitit, sidomos në një kek me arra në të cilën mund të futet edhe një monedhë. Personi që gjen monedhën besohet në shumë qytetërime të ketë një vit të mbar. Arrat gjithashtu simbolizojnë lumturi për individin dhe familjen. Përveç shijes, arrat janë gjithashtu të pasura në vlera fantastike për trurin dhe për të gjithë organizmin tuaj. Nga ana tjetër, pasuria në vlerat të shpjeguara në këtë artikull justifikojnë besimin popullor se arrat janë një ushqim fatësjellës. Nëse konsumoni arra, ju do të keni më shumë energji. Studimet gjithashtu tregojnë se arrat, lajthit, bajamet parandalojnë sëmundjet e zemrës. Arrat përmbajnë acide yndyrore tepër të fuqishme. Acidi linolenik në veçanti pastron enët e gjakut dhe ul kolesterolin. Zemër e fortë, arrat janë një burim i pasur i acideve yndyrore omega 3 të jetë rëndësishme për një jetë tepër të shëndetshme. Studimet gjithashtu kanë sugjeruar se këto yndyra luftojnë inflamacionin duke ulur rrezikun e presionit të gjakut, sëmundjeve të zemrës, hemoragjisë cerebrale, sëmundjeve të prostatës dhe të zorrës të trashë. Truri. Arrat konsiderohen si një nga ushqimet më të mira për shëndetin mendor. Acidet yndyrore tek arrat janë në një nivel tepër të lartë dhe përmirësojnë aftësinë të nxënit tek fëmijët dhe funksionet mendore tek të rriturit. Kockat. Përveç vitaminave, arrat janë edhe një burim i pasur me minerale si për shembull magnezi, kaliumi, kalciumi, zinku, flori dhe seleniumi. Kaliumi ndihmon në kontrollin e rrahjeve të zemrës dhe të presionit të gjakut. Lëkura. Arra dhe të gjitha frutat arror janë shumë të pasur me vitaminën E, një antioksidant shumë i fuqishëm. Vitamina E është e nevojshme për të ruajtur integritetin e membranës së qelizave, të membranës të mukusit dhe të lëkurës, duke e mbrojtur atë nga radikalet e lira. Arrat kanë dy fishin e antioksidantëve në krahasim me të gjitha arrorët e tjerë dhe e çlirojnë organizmin nga radikalet e lira, të cilat i dëmtojnë qelizat dhe shkaktojnë sëmundje. Sipas ekspertëve, arrorët janë përgjithsisht të pasur me acide yndyrore, vitamina dhe me proteina. Megjithatë, ekspertët e ushqimit shpjegojnë se njerëzit të cilët nuk hanë arror mjaftueshëm. Gjithashtu, një studim i fundit doli në përfundimin se njerëzit duhet të hanë të paktën 8 arra në ditë. Sipas të dhënave, konsumimi i arrorëve parandalon sëmundjet e zemrës, diabetin e tipit 2 dhe parandalon radikalet e lira. Në veçanti, ngrënia e 8 arrave në ditë mundet që të parandalojë zvogëlimin e sëmundjeve të zemrës, ndaj ato konsiderohen si një ndër ushqimet më të shëndetshme për njeriun. Përveç të pasurit shumë antioksidant, arrat përmbajnë fibër, proteinë, vitamina dhe njëkohësisht minerale. Shëndeti mendor, antioksidantët dhe arrat. Një nga aspektet më interesante të arrave është pikërisht roli i tyre në përmirësimin e shëndetit mendor. Arrat ndesin plot 30 transmetues nervor për trurin. Në një studim amerikan, i cili analizoi përmbajtjen e antioksidantëve të 10 arrorëve të ndryshëm, doli në përfundimin se autorët e studimit zbuluan se arrat ishin më të pasur se kikirikët, bajamet, fistikët dhe gjithashtu arrorët e tjerë.
Nga ana tjetër, sipas tyre, antioksidantët të cilët gjenden tek arrat janë 15 herë më të fuqishme se vitamina E. Njerëzit gjithashtu i shmangin arrat me idenë se ato përmbajnë yndyra, dhe këto yndyra janë polio të pangopura dhe mono të pangopura, të cilat gjithashtu mbrojnë enët e gjakut. Shkencëtarët amerikan shpjeguan se mjaftojnë 8 arra në ditë për të marrë përfitimet më maksimale. Sipas tyre, duke ngrënë 8 arra para buke, njeriu mundet që të humbas edhe peshën e tepërt, sepse arrat nxisin ndjesinë e ngopjes afatgjatë, dhe nga ana tjetër, duke konsumuar 8 arra çdo ditë me stomakun bosh, pra para ngrënies, njeriu do të përfitojë proteinë dhe minerale tërësisht të nevojshme. Arrat gjithashtu janë të pasura me kalium, magnez, fosfor, hekur, vitaminën C dhe B, të cilat e mbajnë organizmin tuaj akoma dhe më të fortë dhe njëkohësisht tepër të shëndetshëm. Sipas ekspertëve, arrat përmbajnë lëndë ushqyese tepër të rëndësishme, veçanërisht acide yndyrore omega 3, të cilat janë thelbësore për shëndetin optimal. Megjithatë, përveç shëndetit, është shumë i mirë edhe për lëkurën tonë. Konkretisht, mund të parandalojë plagën e parakohshme. Ngrënia e disa arrave mundet të ndihmojë në mbrojtjen e lëkurës sonë nga fotoplagja dhe ta ndihmojë atë të duket më e re për më gjatë. Arrat janë gjithashtu të pasura me vitaminën B, e cila mund të zvogëlojë pigmentimin e lëkurës dhe të ndihmojë trupin tonë që të prodhojë qelizat e reja dhe të shëndetshme të lëkurës. Mban lëkurën tonë të mirë hidratuar. Marrja e mjaftueshme omega 3 është jetike për shëndetin e lëkurës sonë, pasi ndihmon në balancimin e prodhimit të vajit, eliminimin e toksinave dhe gjithashtu në mbrojtjen e lagështisë që i nevojitet lëkurës sonë për të qëndruar e lëmuar dhe njëkohësisht pa rrudha. Shtimi i arrave në dietën tonë është një mënyrë e lehtë dhe tepër e shijshme për të ndihmuar lëkurën tonë të duket dhe të ndihet më e butë dhe më plotësisht e hidratuar. Mund të parandalojë irritimet. Yndyrat e shëndetshme në arra që tësojnë irritimet dhe madje munden që të trajtojnë edhe disa sëmundje të lëkurës, si për shembull mund të përmendim dermatitin. Disa nga elementët gjurmë që ato përmbajnë ndihmojnë në luftimin e inflamacionit nga brenda jashtë, duke ndihmuar lëkurën tonë të qëndrojë me shkëlqim dhe njëkohësisht pa puçra. Mundet që të reduktojë rradhët e zinj poshtë syve. Kur zgjohemi me rradhë të zinj apo sy të fryrë, sigurisht që është diçka e pakëndshme dhe ne kërkojmë zgjidhje të menjëhershme, si për shembull kuba akulli për të mos u dukur të lodhur. Por, siç rezulton, ngrënia e një grushti me arra mundet gjithashtu që të ketë një efekt të ngjashëm me akullin. Në veçanti, arrat përmbajnë vitaminën E, e cila është treguar se redukton ndjeshëm rradhët e zinj. Arrat ndriçojnë lëkurën tonë. Ajo që ne ham ndikon në lëkurën tonë dhe asnjë pudër ose bazë për fytyrën nuk do ta bëjë atë që të duket më e bukur nëse zora jonë nuk është e shëndetshme. Ngrënia e arrave gjithashtu e ushqen zorrën dhe promovon baktere tepër të shëndetshme, të cilat janë shumë të rëndësishme për tretjen dhe shëndetin tonë të përgjithshëm. Kjo nga ana tjetër do të përmirësojë lëkurën nga brenda jashtë, duke bërë atë që të shkëlqejë natyrshëm. Mirë po, duhet të dini, informacionet në këtë video kanë për qëllim të plotësojnë dhe të mos zëvendësojnë këshillat e mjekut tuaj dhe nuk kanë për qëllim të mbulojnë të gjitha përdorimet e mundshme, masat paraprake, ndërveprimet ose efektet negative. Informacionet në këtë video mund të mos i përshtaten rrethanave tuaja shëndetësore, prandaj para përdorimit konsultohuni me mjekun tuaj. Nëse doni të dëgjoni videot tona që ne postojmë çdo ditë, kliko subscribe. Ju ftojmë gjithashtu të bëni like në videot tona nëse i keni dëgjuar dhe pëlqyer ato.
Faleminderit që e patë videon ton. Shpërndajni këtë video në profilin tuaj në mënyrë që të informohen edhe shokët tuaj. Faleminderit.